Në kryeqytet u zhvillua edicioni 2 i festivalit ndërkombëtar Bread and Heart, një aktivitet unik i Shqipërisë Europiane që mbledh mbi 600 arkitekt, urbanist, zhvillues dhe profesionistë të njohur nga Europa, Azia, Amerika e Veriut dhe Amerika Latina. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama shpreu vlerësimet për arkitektët, duke i cilësuar si foshnja të privilegjuara të Zotit, pasi sipas tij pa arkitekt, zë mund të jetonim në qytete. Rama theksoi rolin e arkitekturës si një instrument që shkon për të ndërtimit të objekteve fizike, duke ndikuar mënyrën se si njerëzit jetojnë dhe bashkëjetojnë dhe duke vënë në dukje rëndësinë e gjetjes së ekuilibrit mes zhvillimit dhe mbrojtjes së natyrës. Bindja që arkitektët janë poshnjët e privilegjuara të Zotit dhe të vetmit mes njerëzimit që ju është dhënë nga Zoti mundësia të luajnë Perëndin, sepse të gjithë të tjerët kanë nevojë për arkitektët që të jetojnë jetët e tyre e që të ndërtojnë botën e tyre. Nuk do të ishim dot këtu përreth kësaj hapësire nëse pas kësaj nuk do të ishte një arkitekt dhe nuk do të jetonim në një qytet nëse nuk do të kishte arkitekt pas tij. Ruajtja e natyrës mund të ketë të bëjë dhe duhet ketë të bëjë edhe me zhvillimin në harmoni me natyrën. Jo për ta vendosur natyrën në shërbim të njerëzve, por edhe për t'i vendosur njerëzit në shërbim të natyrës. Shumë e lehtë për t'u thënë se sa për t'u bërë, sigurisht. Më tej Rama tha se një nga arkitektët më të mirë në botë ishte mahnitur nga Shqipëria se si ishte transformuar në arkitekturë.